Që janë më bukur që u ka dhënë arti? Mirësinë, dritën që kemi inside në brendësi edhe pasionin për jetën. Arti për mua është ajo dashuria që pa të cilën nuk do e shikoja dot mënyrën se si mund të jetoja. Do më duke jeta shumë bosh, edhe duke mos pasur ëndra dhe pasione në jetë, më duket sikur nuk je duke jetuar. Kështu që dashuri në jetë ka plot të dimensioneve të ndryshme, po kjo është një dashuri të cilën as nuk më lëshon, as nuk ja lëshoj dorën. Po, sa të kemi jetë. Po, është vërtet. A mund pikturohet dhimbja pa e përjetuar atë? Pra kur ti nuk e ke përjetuar, po doj ta pikturosh dhimbjen. Nuk mund të pikturohet. Nuk po flas për gëzimin, sa ai është frymëzim në vete. Po, patjetër, por njeriu ka një palimses në vetvete, një shtresëzim emocional. Ne qajmë, qeshim, këndojmë, bërtasim, flasim në heshtje me veten tonë, flasim me të tjerët, shkëmbejmë emocione, dhe gjitha këto janë brenda një trupi. Nëse nuk i përjeton këto emocione, nuk quhet që ti ke jetuar, edhe njësoj me pikturën ndodh ne ndajmë copëzat tona të shpirtit, ndjesitë tona, emocionet dhe i hedhim në tablo. Unë s'kam për ta lënë asnjëherë, është arti me cilën kam lindur edhe do jem aty në studio derisa të kem jetë, kështu që do jetë e lumtur.